Ish-presidenti Hashim Thaçi ka kaluar natën në hapësirat e Euleksit në Prishtinë. Kjo një ditë pas i erdhjen në vizitë te varrimi i babait të tij Haxhi Thaçi, i cili vdiq më 16 mars. Haga lejoi Thaçin që të qëndrojë 2 ditë në Kosovë dhe pas vizitës së djeshme në Buroj, ai u dërguar në Euleks. Mëngjesin e sotëm janë parë vëllezërit e Thaçit duke hyrë në Euleks për vizitë tek ai. Ish-presidenti Hashim Thaçi pas vizitës që i bëri varrit të babait të tij, Haxhi Thaçi dhe shtëpisë së tij, ku është takuar me nënën dhe bashkëshortën e tij, është dërguar në Euleks ku pritet të takojë edhe anëtar tjerë të familjes. Tek hyrja e Euleks kanë dalë edhe disa qytetarët, të cilët e kanë pritur me brohoritje. Përndryshe, disa media kanë raportuar se Hashim Thaçi sonte do të qëndrojë në Euleks, por është raportuar edhe mundësia që ai të qëndrojë 2 ditë në Euleks për të takuar anëtarë tjerë nga familja. Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi sot vizitoi varrin e babait të tij, në fshatin Buroj të Skenderaj. Nën masa të rrepta të sigurisë, Thaçi u soll nga Haga në Kosovë 5 ditë pas vdekjes së babait të vet, Haxhi Thaçit, dhe 3 ditë pas varrimit. Gjykata speciale nuk i dha leje Thaçit të marrë pjesë në varrimin e babait të vet, të martën më 18 mars. Thaçi po përballet me një proces të tezgjatur gjyqësor, nën akuzat për krime të pretenduara të luftës. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.